fal 5 vakte, po kam 2 fëmijë të vegjël, nuk më lejnë asnjëherë që të fal kohët në vakt. Pyetje e pa analizueshme, pra nuk ka kompjuter në botë, nuk ka inteligjencë artificiale, ChatGPT që ta merr përsipër këtë pyetje. Kam 2 fëmijë, thotë, s'falem dot në kohë. Po me pas 10 ti për shembull, i bjerë që mos më fal deri në vdekje, mos më agjëru, se ke fëmijë. Çfarë lidhje ka kjo punë? Ne kemi përparësi në jetë. Kënaqësia e Zotit, namazi, është prioritet në jetë. Dhe çdo gjë duhet rregullohet në këtë program, që është namazi. Se ashtu thot dikush nesër gjë, thot unë jam punë, s'falem dot. Dhe vjen dikush tjetër dhe thot gjë, unë jam të pi kafe, s'falem dot. Jo më zotni, ti duhet i rregullosh punët, duhet ta rregullosh jetën tënde, duhet të rregullosh gjithçka në koordinim me në koordinim me namazin.